ka zëra që koha nuk i zbe. Ka artistë që i rezistojnë dekadave, ndryshimeve dhe revolucionit të muzikës. I tillë është Afrim Muqiqi, këngëtari i mirënjohur që prej më shumë se 3 dekadash mbetet një nga zërat më të dashur të muzikës shqiptare. Nga skena e parë në vitin 1984 e deri sot, këngët e tij vazhdojnë të këndohen brez pas brezi, në koncerte, në festa dhe në çdo tubim ku rreh zemra shqiptare. Së fundmi, në kuadër të festimeve të pavarësisë së Kosovës në Kanada, në London, Ontario dhe Hamilton, Afrimi ishte pranë komunitetit shqiptar, duke ndarë emocionin e kësaj dite të shenjtë kombëtare. Në një intervistë të shkurtër për emisionin Shqip Story, mes angazhimeve të shumta artistike, ai përcolli një mesazh të drejtë për drejtë. 18 vjetor të pavarësisë të Kosovës, uroj që të jemi të bashkuar. Uroj që ata të cilët padrejtisht po mbahen në Hagë, të lirohen sa më shpejt, sepse nuk është pyetje individësh, është lufta jonë e lavdishme. Lufta me të cilën e kemi la me gjak në shumë dëshmorë. Uroj që sa më shpejt të kthehen familjes vetë, të kthehen Kosovës. Inkurajoj gjithë njerëz shqiptarë kudo që jeni, mos lejoni me u përqa politika. Ju lutem shumë, sepse pe thom me shumë arsye, po shoh çdo ditë vëllau me vëllau nuk flet, baba me djalë, djali me babë, shokët, shoqënia, shoqet mes veti, për shka? Për punë politike. Absolutisht është gabim. Ne duhet të jemi të bashkuar. Ne e ndryshojmë politikën si kom. Jo politika të ndryshoj popullin. Kjo është shmenduri. Po duke mos dash me prish këtë fest, unë mendoj që kjo fest, sikurse edhe festat e kaluara që kanë qenë gjysmake, unë mendoj që është momentumi që nuk kemi fest përderisa nuk lirohen çlirimtarët tanë. Na rujt Zoti kudo që jemi, na prifte mbara, edhe inshallah sa më shpejt intervistën tjetër e bëjmë si një komb i bashkuar nga gjitha trojat.